Problemi kryesor është e mediat lokale dhe regionale, nuk konsiderohen mirë financiarisht. Sot është goxha sfiduese pjesa e identifikimit të burimit financimit nga ana medial, për arsye se të dhënat të cilat KPM i pranon me raportet vjetore të licencuarve janë shumë të mangëta në fakt. Pastaj është shumë vështirë me kriju një mekanizëm të vlerësimit të saktësisë atyre financave dhe burimeve. Ata, për shembull, deklarojnë një shumë të konsiderueshme të parave, mirë po neve vetëm na vjen një formë, një lloj vërtetimi nga banka se kaq mjete ekzistojnë në xhiro llogari, mirë po ne nuk është që mundemi me bë verifikimin se nga kanë ardhur ato mjete. Kur thojnë të hyrat nga reklamat, a kallëzojnë mediat të ju kush i ka dhënë reklama? A listohet prej kohit vjen e hyra? Vetëm deklarohet si e përgjithësuar, do të thotë kaq të hyra i kemi nga reklamat, nga komunikimet komerciale. Çfarë forme Kallëzo.com i raporton publikisht reklamat e veta? I raporton krejt hyrat financiare në webfaqe, i kime përqindje me secilin me emrat reklamuesve. Mbi emër të reklamuesve, të burimeve si donacione, të burimeve pe aktivitetit komercial, të gjitha janë në webfaqe. Fatkeqësisht mediat sot mbi bazën e dhanave që i raportojnë tek ne nuk konsiderohen mirë financiarisht. Disa prej tyre, numri më i madh i tyre, problemi kryesor është e mediat lokale dhe regionale kryesisht, po dhe mediat të fuqishme ashtu dhe ato tradicionale që janë.